unë shtu e shoh. Dhe dua ta ndaj me ju që kam menduar këto ditë edhe për një film. Një film që na identifikoi ne përpara botës, kur bota na dinte njerëz me bisht, dhe jo në vitet para erës sonë, por në vitet e demokracisë. Na dini njerëz me bisht, dhe u bën të njohur ne, shqiptarët dhe Shqipëria, përmes filmit Walk the Dog. Rekrutohet një producent i famshëm i Hollywoodit, i luajtur nga Dustin Hoffman, dhe bashkë me regjisorin Robert De Niro, fabrikoi një luftë. Një luftë të trilluar të Amerikës me Shqipërinë. Si e fabrikojnë? Përmes mediave. Duke përdorur teknika hollywoodiane, pamje të rreme lajmesh, si ajo fotografia e shpërndarë gjithandej e ati gardit të mallkuar me tela me gjëmba, me atë sinjalistikën këtu është kufiri midis Izraelit dhe Shqipërisë, për shembull. Këngë patriotike, si plot nga këngët që shoqërojnë videot përkatëse. Heronjtë sajuar dhe ngjarjet organizuara me shumë kujdes, dhe krijoi një krizë të madhe, pushton titujt kryesor të mediave dhe zhvendos komplet vëmendjen e publikut, që përfshihet totalisht emocionalisht në luftë me Shqipërinë. Dhe bëhet i gjithi i bashkuar për të shpëtuar një ushtar amerikan që ka mbetur në vijat ku janë armiqt, domethënë ku janë shqiptarët, ushtria shqiptare që po lufton me ushtrinë amerikane. Dhe konflikti i fabrikuar e kthen opinionin publik komplet aty ku donin manipulatorët. Është film. Më është kujtuar këto ditë. Dhe këto nuk janë gjëra që ndodhin më në filma, fal rrjeteve sociale, këto ndodhin në shumë vende të botës. Tani të kalojmë nga filmi në realitet dhe në realitetin e kësaj anet medaljes, për t'ju thënë se në cilat pika ndryshon komplet ngjarja, historia dhe pamja e këtij investimi. Projekti